ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vëllazën shumë të nderuar dhe xhamatli teje të respektuar. Të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë Allahut, krijuesit gjithësisë, i cili është i vetëm dhe i veçantë, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Gjithë Zoti u kanë, gjithë ka me kanë, nuk ka fillim edhe nuk ka mbarim. Gjithçka që ka kriju Zoti, Allahu e ka bën me fillim edhe e ka bën me mbarim. Për vrejni jemi në gjumon e fundit të muajit shenjtë e Ramazan, të muajit madhërishëm, të muajit Kur'anit, edhe sa shumë interesant që Allahu Azza wa Jall këtë muaj e ka ndonë në 3 pjesë. Pjesën e parë ka quajtur Allahu muaj i rahmetit. Pjesën e dytë, rrethën e dytë, e ka quajtur i Madhi Zot muaj i faljes. E pjesën e tretë e ka quajtur Allahu muaji i çlirimit. Për çka? Çlirim nga çka? Çlirim nga prangat e xhehenamit. Çlirim edhe dalje nga listat e zjarrit në listat e xhennetit. Prandaj nëse e hedhëm një vështrim fjalëve të Zotit, subhanallah, e sheh sa bujar është Allahu, sa është i mirë, sa është i dhëmshëm, sa është i mirë kuptueshëm, sa është i afërt me robën e vet, sa është sabërli Allahu, madje Allahu ka shumë emra, prej emrave të të bukur e ka dhe sabur. Sabur o diçka ai që bën tepër sabër, i cili pret, i cili nuk të lëshon, i cili krahin nuk ta lëshon, që thot populli, është me të vërtet i plot fuqishëm Allahu. Shiqo, jemi në një moment ku na kanë lakmin ata që kanë dalë për kësaj bote. Për dhëna një ditë do të dalim për kësaj bote, do t'ja kemi lakmin atyne që do t'a përjetojnë këtë kohë. Është një kohë në të cilën Allahu po thotë: Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim. Shikoje thirrjen e Zotit. Po thotë thuju, fjala më shumte që përsëritet në Kur'an është thuju. Na vllazni duhet më u thonë, na duhet me fol. Para se me fol me fjalë, duhet me fol me vepra. Na duhet më u thonë, se Zoti ka thonë thuju. Mos u nal pa ju thonë. Pejgamberi alayhis salam mos po ju pas thonë, nuk ishin besu njerëz, po ka thonë, e kanë përgënjeshtru, e kanë pengu, madje aq shumë i mundun me pengu pejgamberin alayhis salam prej predukimit, prej kumtimit, sa që bën e men ka ndodh, nuk ka mujt me qel derën e shtëpis, prej therrave, prej berllogut, prej gjësendeve, të cilat ja kanë bloku edhe kush njerëzit më të afërt familjes tij, njerëzit më të afërt gjakut tij, për cilin ai është e Bulehebi me gjithë grupin. E Allahu 10 vjet e ka prit. 10 vjet mu pendu. Bile, që kjo e Bulehebi, vëllazën, për ka nëzëjt atë një fragment shkurt për ta. Kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgëzimit madh që linde Muhamedi i vogël, ajo sklavëja, robresha, të njerë kam pos robresha, familje që kam pos nam, e ka ardhe dhe i ka dhonë myshde, ka thonë Abdullahu që të ka vdek para 2 muje, vllahu që të ka vdek para 2 muje,
Allah I fali fëmijës, ata kenin frikë se nuk po ka luz, po mshelet luza Abdullahut, babës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgëzimi të madh Ebu Lehebi e ka liru, ka thonë je lirë, si e mos sklavja jam, shka thot ka dush. Ky ka qenë Ebu Lehebi. Mirë për kur ardhë vakti me pranu islamin, e ka përgjenjeshtru nipin e vetë. Edhe e ka pengu prej fjallës kull, thuaj. Thuaj. Ne kena obligim ju thonë. Mirë po vllazni, problemi është e na se para se me ju thonë, na kena barjera mes neve. E na duhet barjerat, pengesat, me I largu. E me qka largohen pengesat? Largohen me mirësjellje. Me qka largohen barjera dhe pengesat? Me miqësi. Na duhet me u shoqëru. Na duhet me u shoqëru patjetër që me qu edhe kumtimin vend. Zoti po thot, thua ju robëve të mi. Ajeti Zumer, vllazën lexon e surën Zumer. Është një sure mbreslense. Është në gjuzën e 24. Sot është nota 24. Lexone e përshkruan Allahun rahmetin e vet, edhe përshkruan xhennetin e vet, po edhe përshkruan xhehenemin. Për robërit zullumçar, ata të rebeluarit, ata të cilët nuk lanë të zezë në tokë, pa bon, Zoti përshkruan. Mirë po, është shumë interesant dy fragmentet surës Zumer, po du m'ju kallëzu. Ajeti numër 53. Ngani me vëmendje që atë të Zoti. Thuajti Muhammed, robëve të mi, të cilët këta robë o nuk kanë lënë zez ditë pa bon. Unë pe I thras, unë jam Zoti, Zoti pe I thrat. Edhe po thot ti thuju, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur po çuditet. Muhammed, robi jam, thuju robëve të mi, o pejgamberi jam, thuju robëve të mi, ata që e kanë të pru, la taqnatu min rahmetillah. Mos hubni shpresë prej rahmetit tëm. Veç një standard e lyp Zoti pejte e robi jam. Thot Zoti robi jam, veç një standard e lyp. Cili është ai? Mos u bë shaq. Shirkun Allahu nuk e fal. Masi je besimtar, ke prun iman, unë të fali, mirë po. Nëse ty do me të fal, ti duhesh mungu mu. Se ti e ke hek dorën për meje, a unë në prap të kom qëndru në mrapa. Ky është Allahu, I cili dhul gjelali wal ikram e mahnit botën me rahmet. Allah I le për vllazën, a ka privilegj më të madh se sa na me kon pjesë e këtij reprezentimi të rahmetit Allahut në tokë. Wallahi, billahi, tallahi nuk ka më kënaqësi e madhe. Vllazni, njërën prej betejave, në histori pak po kthejna, po du me kallëzu rahmetin e Salahuddin Ejupit. Salahuddin Ejupi para 1000 vjete ka hyrë në historinë botërore. Arti I tij luftarak, sot studiohet në Harvard, në Oxford, studiohet prej universiteteve dhe qendrave më prestigjioze botërore. Një njeri me plot vizion, I cili ka vendosur themelet e artit luftarak. Se si duhet zhvillohet beteja, se si duhet arrihet fitoria. Me një grusht të njerëz. Mirë po vizioni këti burri ka qenë aq I madh Salahuddin el Ejub, sa të dashurit e mi përmendet shumë fragmente ka interesante, madje edhe shkruajnë shumë popull ndërkombëtar për këtë personalitet. Ai ka hyrë në histori botënore, ai mësohet sikurse që mësohen plot dietarë, shkencëtarë botëror, ashtu mësohet edhe Salahuddini në për qendra më prestigjioze botërore. Një fragment shkurt të rahmetit tij, I cili e reprezenton rahmetin e Allahut. Sot na kena nevojë për burra të cilët edhe gra, edhe njerëz të gjithë pa dallim gjinje jemi rob të Allahut, që prezantojnë
dhe njësisht rahmetin Allahut. Ti ardhën në xhami, pyet vetën, a e prezanton rahmetin Allahut? Ku është sjellja jote? Ku është mendimi yt i mirë? Ku është menaxhimi i drejtë i nervozës tonë? Sepse ti nuk je më tash emri dhe mbiemri që ta ka vënë baba yt. Po ti tash je prezantues i fjalës së Allahut. Ti je ai ambasadori pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ti je i deleguari i mësimeve të Islamit, e nuk je veç vetja. E këtu na e kena një problem që nuk e kena kuptu këtë porosipi Allahut. Në fitoren e Hittinit, e cila ka në 1188, tash bohën, do më thonë, për mi se qindra mija vende. Pa e ka hynë është regjistru historia kundër kryqëzatave. Edhe ato kanë fillu besimtarët me marrë vetën edhe më u të bunë autoriteti tyre i cili ka qenë shka për derdhën. E ja sjellin një general të ushtrisë armike. Kur ja sjellin, ai nuk ish pas lanë të keqe papa. I cilësu me çdo nen tërkombëtar të ligjeve të kohës për të ekzekutu. Mirë po, subhanallah, Salahuddini thot ja. Thot, i kojt je për djallë. A i thot, jam i Parisit. Sëto. I Parisit. Thot, nëse ti mu më liran, unë thot, besën e Zotit të dhanë, që kom e ta sjell komplet, so peshoj unë në dukat për ty dhe ushtrinë dhe nevojat e kërkesat e besimtarëve tu. Salahuddin Ejupi thot, po të lëshoj vetë si mbonë në rigje në emën të Zotit. Thot se emni Allahit është shumë i madh. Edhe lësha. Vllazën të dashur, kjo histori harrohet te Salahuddin Ejupi, ai kthehet atje. Kur kthehet, ai ka qenë një prej feudalëve në ato kolonitë e vjetra të Francës të kohës, edhe komplet e mund fjalën. Edhe vjen mas 3-4 vjete, kthehet, vjen Quds i Sherif. Edhe takohet, edhe kërkon takim mu taku me Salahuddinin. Tash normal, ajo përmirësu shëndeti i tij, është forcu. Edhe thot, unë thot jam ai djali që më besatu në emën të Zotit, që ka me ta sjell, thot, dukatin që shena marrë vesh. Salahuddini thot, po më kujtohesh, vjen mirë, thot, të lumt, e ke mojt fjallën, thot, e ta kom sjell, thot, sasin e lirave që shena marrë vesh. Salahuddini, thot, kuj ki ato, thot, që ku janë, merri këtu jenë tuat, thot, ja, thot, këtu, thot, une nuk i marrë, as i marrën ushtarë të mi, as i marrën, thot, besimtarë të mi, thot, po, a ki tokë, thot, të atje? Thot, po, kam tokë, thot, që në njërë për i feudalve, kam shumë pasuni. Thot, mas i ki shumë pasuni, thot, a mund është, thot, sa kushton, thot, ari tokë në arat tua. Pse? Thot, unë me që të pasuni du me të ble, thot, ari tokë në pare, sa të një katën. Tash është pjesë i qytetit aja. Thot, pse? Thot, me që të pare, thot, që ne ke sjell, ti, thot, me na shi tokën neve, edhe të njëjtën kohë, thot, me maru, thot, një xhami, thot, që të stil çfarë kemi na, të thjesht let, edhe ato, thot, me javënu emnin Xhamia e Salahuddinit. Sot e 1000 vjet vllazën i ka, edhe sot ekziston xhamia midis Franca me emrin Xhamia e Salahuddin el Eyyubit. Kur e ka rrok urbanizmi atë pjesë, sikur neve që po na rrok tash urbanizmi, ka dole, shtëpiat po prishen, po ndërtohen këto pallatën, e ka rrok edhe xhamin. Shumë është interesant. Edhe të dashurit e mi e kanë prish xhamin, prap ndërtesë mrana e kanë marru xhamin qysh u kom stil, qysh e ka shkruar në manet ai, edhe shkruan atë Xhamia e Salahuddin Eyyubit. Qërë vllazni çka reflekton rahmeti. Allahu i ka begatu umetin me burra të mëdhej. Sikurse, për shembull, e keni dëgjuar ngjarjen e Ikrama ibn Abi Jahlit. Ikrama ka qenë djali e Abu Jahlit.
bobe birë, gjakpirsat më të mëdhej dinit islam, zullumqarët më të mëdhej. Baba i tij, Ebu Gjehli, u vro në luftën e Bedrit. Edhe u vro për i fëmijëve, i do 14 vjeçare kanë vro. Qaq e kanë nënçmu Allahi. A djali ti Ikrimja e ka vazhdu avazionin kundër besimtarve deri në ditën e sotme tash bon 1444 vjet. Kur e ka shtiru Muhamedi a.s. Mekën. Kur hini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, tash koincidon dita shtirimit të Mekës, kur hini në Mekë me 10.000 luftëtarë dhe burra dhe vërtet fjalës e të punës, hinën të dashur të mi, ata që ishin të listuar për të ekzekutuar, mesin e tyre ka qenë edhe djali Ebu Gjehlit. Mirë po, gruaja e këtina u bë muslimane. Edhe ka shku me fëmijë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E fëmija të kojtë, ja Rasulullah, mos në hënvet babë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, manzini gjallë, ku ta gjeni e masjallni këtu. Edhe vllazën të dashur, nisën ushtria për me e nëzon atë në atë kohë kriminal, se kështu i ka pos veprat. Mirë po, ushtrisë nuk ju ndohet familja e tij, edhe gruaja edhe fëmija. Dykon në aeroport, këtu portët detare të detit Kuq e nxojnë pa hyp në anije, për të arratis në Afrikë. Edhe kur i shaj fëmin edhe grun të brit në atë pjesën, a i dorëzohet. Edhe ktheu thot se të ka thirr pejgamberi a.s. Ktheu, jo për e thot se ju e dini thot çka më thot, ktheu, edhe e morën ata, e çojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mu ka quar me i pështu njerëz, ju me i varova mi sa këtu. Edhe ja fal. Ai bjen shahadet, bëhet besimtar i furt, i kthehet Zotit Dhul Xhelal, edhe krejt boma që i ka bon, u munu tash me shërby islamit dhe ka uzës dinit ton islam. A dhe që shikar dheka djallit Ikrime kuane, shumica absolute të na e din këtë ngjarje. Aja është ngjarja kur është në luftën e Qadisiyes, në kohën e Hazreti Omerit, radiallahu anhu. Ka qenë lufta përbodhe mes muslimanëve, besimtarëve dhe persianëve. Edhe të dashurit e mi, atë plagosët aran Ikrimja. Edhe ky është ai personazhi që njihet në histori që ka kërku ujë me pi. O, për thot, ujë, bre, lozën, njeri kur plagohet, shumë ka nevojë për ujë. Unë e kom përjetuar. Prandaj, njeriu të plagum, e i cili është pranë vdekjes, mas shumti që i duhet ujë. Edhe ato në histori shkruan, o ujë bre, edhe i afrojnë një tas me ujë. Kur i afrojnë tasin me ujë, ofërti një tjetër thot, o ujë bre, kë momentet kritike të jetës, vallahi mos ju sprovoft Allahi. Nuk ka etje më e madhe. Nuk ka etje. Sikur plesht e pleshtve tonë kur kanë gjinu, që ka thonë ai plako, vallahi si të nicën edhe ibrin me pi, pak më këshduk aqëm e qëtu. Se kanë punu këtë në herën zveçan, para shkriturës, temperatura kom për 10.000 gradë. Edhe qashtu vllazën e kanë gjinu. Llogaritë, aq është etje e madhe, por i të plagosurit është etje edhe më e madhe. E në moment, kur tonë ky me shiu ata ujë, e ndëgjon vllahun tjetër, të thonë, aman ujë, bre klidh ma tjetër, thot që janë ati se në është a i ka ma shumë nevoj. Kur e afrun të dytit, a i vdeq, kur e këthyn të i pare të Ikrime, edhe kë vdeq, u sëll tazi plët ujë mes ushtarëve plagosur, ty u dhonë për parësi shejshojt vllaut, edhe me tazi, pa u na qetë që thët populli, pa u pi as një këllëng ujë. Kush e bën këto?
Kush je për parësi? A din të na ndash me ditë kënë e ki shok, e ki mik, edhe një mull të baqë. Mullën kur të prejsh. Gjithmonë leja ma pak vetit, ma shumë jepi ati shëqin. Ati që ki përbol. A i përbol nuk konë familjari ytë, nuk konë një banxhi, nuk është më rëndësi. Edhe që atu motët, rahmeti i besimtarit, për hirtë Allahut. Vllazën, në ka begatu Allahu, në dinin tën islam. Mirë po, neve sot në vynë reprezentim. Qëka i ben reprezentim? Ta prezentojmë tamam rahmetin e Zotit. Se ne jemi dëshmitar, neve na ka përzgjedh Allahu. Ka mujtë Zotit me përzgjedh dikon tjetër. Po ty ka dosht, Allah, ty ka dosht. E ti mos jek dorë prej kësaj, prej këtij reprezentimi. O i dashuri, mos jek dorë. Vazhdoj rrugtimin. Tash është nota e madhe e Kadrit. Tash janë ditët më të vlefshme, tash janë netët më të bekuara. Nuk ka plan. Ka thonë pejgamberi alayhis salam ka qenë dorën që të shoplakën e ka zgot, e ka zonu gishtin e madh me gishtin e vogël, ka thonë, nuk ka plan. Në qiell e në tokë që s'ka melek që vinë me në u bashkangjit këtë ibadet. Krejt banorët e qiellit i kanë sytë të na jena ata, një grusht njerëz. Zoti ka dashur. Prandaj kur takosh me një të pa udhëzuar, me një të rebelum, me njëri që i bën mëkate hap të Zotit. E se s'ka njëri që s'ban mëkate, ose me një njëri të devijum totalisht, ti vllai mi dashur, në atë moment thuj vetë me veti. Thuje që ka thonë Zoti për ty. Zoti ka përmend ty në Kur'an, që ka thonë Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ka thonë Elhamdulillah që na ka udhëzuar Allahu, se sikur mos ishte udhëzimi i Allahut, unë do të isha më i zi se ky. Ti thuja vetit, e lutë Allahun se na është edhe për ty u lutë dikush e të njëjtën. Edhe ai që do të udhëzohet si shkas nga duaja jote, mos të din që është udhëzuar për shkak lutjeve tua. Prandaj sabër vëllazër. Zoti na lehtësoft. Na i zbut Zoti zamrat e shpirtat e trazuar na i qetësoft. Mendjet e çorientume i modhi Zot. Na i kthjelloft. Ai ka mundësi, prandaj i lutem, i përgjerohem madhrisë e tij. I lutem Allahut për gjithë ata që kanë nevojë, ata që janë në stres, e në depresion, ata që janë rrobë prej e gjunaheve, e kurthave, e mëkateve, e lojrave të pista të fatave që thirrën me emra joshës, ata që kanë probleme me sehire, ata që kanë probleme me mungesë të fëmijëve, ata që kanë probleme me burqe, me bela, me derte, me smuje, me vështërsi të jetës, e me të gjitha, ja i madhe Zot lutem na, me shiroj, e udhëzoj, e lëshëroj, e çliroj, e ngriti, e lartësoj, e gradoj, ja i madhe Zot të zemrat tona të përçara, ja Rabbi, largona inatin, largona hijanetin, në ka rrëvëllozën hijaneti i madh. O vëllazën të dashur, për izetës Zotit nuk ecet përpara me hijanet. Vëllazën të dashur, edhe sa shumë është interesant, hijaneti më i madh që është duke ekzistuar te ata që kanë kryer shkollë. Po, hijaneti më i madh që pritet më shumë te ata me kon më solidar, më zemërxhan, më shpirt më vaj, aty është shpirti më i vogël, më i ngushtë. E shen njeri babaki, është bari delesh, e ka zemrën e madhe, e ka shpirtin e madh, e ka vizionin e lartë, menon mirë për Zotin, menon i mirë vllazën, mos ja bëni vetës ngusht. Për izet Zotit ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afroni punët, ju afrohen, mos i lani mu çkip, se ato çkipën kush që i afron nuk ka. Kjo në porosi profetike të mëdha që neve na duhet, sidomos në këto net na duhet shumë me menu mirë për Zotin, se Zoti ka qenë dyrt, a dini vllazni vesh një derë, një kapak dere. Derës xhenetit, hej, 8 dyrt i ka qenë. 7 dyrt xhenemit i kam qenë. A e dini sa është lartësia prej një skaj derës e një skaj derës? Qindra mija vjeti me ecë, jo veç me ecë, po me kaleru. Në të kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e ka përdorur shpejtësinë e kalit më të fortë, më të Zotit, më të fuqishme. Prej skajit skaj, ka thonë me 70 vjet, 70 pranvera. Ej, një ditë agjerimi,
ti me agjeru për izet Zotit. Nuk ka thonë Ramazani, është Ramazani, një dit, li veçhillah, për hatër të tyres Allahot, për hatër të Zotit. Ka thonë, 70 pranvera të largën Allahu, e të mbrunë, të garanton për zjarë gjëhnamit. Mos e bini ngusht punë, mos e ngushtani vëllazër, se qelësat e xhenetit ja kalon Allahu ju vendur. Po ne e kalon ndor sjelljen tonë të mirë, edhe reprezentimin e porosisë Allahut. Që kjo porosia e natës Kadrit, na të bëhemi sebeb. Që kur të tjerë të bëhen sebeb për ne, edhe na të bëhemi sebeb për të tjerë. Faleminderit shumë vëmendje, Zoti ju rujt, qofshit bekum, jeni duke pa, jemi duke punu, kemi nevojë për mbështetjen e juaj. Ta finalizojmë, do të filluam abdes hanën, do na me filluar edhe kulmin. Jemi duke bën një intervenim që me emën të Zotit minimum 13 vjet. Mos me pas, domthonë mos 20 vjetit po ça ymër pisotet, mos 19 vjetë, dal penzi 65 vjet i mushi. Mos 19 vjet, 46 i kam. Edhe një 10 vjet ai që vjen pas, inshallah, se nuk kam unë dëshirë me shku më boj mund dikon. Vëlloh edhe në Los Angeles më lut me shku. Edhe midis Kairo më lut, e midis Stambolli, e më lut në Australi që më kanë lutë, në Amerikë, në Evropë, ku t'ja qes gishtin, vëlloh i knoqën, gëzuhen mërgjimtarët me shku, për më boj mund po ju. Veç Shqipëll një si ti, që tu, me juve. Edhe du me ndreq këtë gjami bashk me ju, ne kena nisë, me centa, i qënë Zotit, vlasnit mërgjimtare, i qënë Allahu Azza wa Jall, të bardhe, të këqe, të zije, të verdhe, po në si krejt këta me pos zemrën e bardhe. Zotit të këpët e ka bon, pej tukës, Zotit ka kriju, pej tukë, pej dheju, ka dhejt bardhe, ka dhejt këqe, ka të verdhe, ka të zije, qashtu Zotit ka kriju njerë që shka dasht. Ama krejt këtyne që në byte ademit, ka thonë e keni obligim me pos zemrën e bardhe. E tash o vokti, na me e zbardhu këtë zemrë. Se do të vjen dita kur zemra e bardh do ta zbardh fytyrën. U emocionova se tash një qast më kujtu një vllai juni, një stikan që shkanë orë për këtë nacionaliteteve me ndihmu kauzën Adem Jasharit, ka qenë se zak. Edhe pasha Allahin e madh është dëvara në luftën e Kosovës. Kur është dëvara vllazën, jam dëshmitar okular. Pasha Allahin e madh fytyra e tij u ka bue bardhë. Krejt qysh o ngjyra zezë, Allahu Azza wa Jall e ka zbardhë. E mu ka kujtu ajeti që dhe Zotin me Koran surën Al-Imran. Vjen dita që ka me pas fytyra të bardha, edhe ka me pas njerë që i kanë pas të bardha e ka mi bot zeza. Edhe ta kujtojmë qatë ditë. Ajo është nota e varrit edhe sahat i dekës. Më falni se u emocionova. Allahi na e boft qabul ya Rabbi. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد لازم ثط اللهم القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ماسو شتسانه هذا ماسو اللي بشتاهونه برباهونه تفورت سيوفي بفول زوت تنضي ميربو كفان بلتسانه ويش نستاندارد إن كنتم مؤمنين نسيني بس ندار هذا ثرنا إقامة حبيب الله